Do të thënë, unë i referohem këtu një kolegu gjerman i cili ka shkruar për luftën e dytë botërore në Greqi, edhe shkon në arkiv, në 2 arkivat ushtarak të Greqisë. Në arkivin e shtabit të përgjithshëm zakonisht janë të mbledhura dosjet e ish ushtarakëve. Dhe konstaton që dosja e oficerit e Servasit ishte bosh. Pa disa fletë pa rëndësishme të shkruara në të, pa ishte fshirë tërësisht linja dhe jeta e këtij personi. Pa hequr me qëllim. Edhe çka është një absurditet, po mbi të gjitha është një veprim që tregon që kanë qenë të shqetësuar dhe kanë dashur që ky person me ato që ka bërë padyshim që duhet të kishte dalë në gjyqet e kriminalëve të luftës dhe jo të promovohet duke u bërë mbas lufte ministër dhe duke qenë një personazh shumë i njohur politik dhe historik në Greqinë pas luftës së dytë botërore.